Prej fillimi kemi pasur konkursin që edhe ju e dini që unë jam zotëruar për këtë konkurs, që do e bëj hapjen e këtij konkursit. Paraprakisht ka qenë dhënë prej vitit 2024 profilet të cilët duhet të jesin në konkurs për pranim të personelit në Spitalin Klinik të Tetovës. Konkursin e kemi me profil, të cilët mendoj se edhe ju e keni të gjithë. Kështu që e kemi me mjek 20, stomatolog 1, motër medicinale 27, motër medicinale me diplom kemi 1, biohemiqar kemi 1, 8 referent me thonë 1, i shohim edhe më tonë falni dokumentin që këtu e kam jo, kjo është kërkesën që e kam bërë tjetër, jo lista, Okej, dhe shohim ma gjeni listën, ma sirë në listën e kësaj konkursit, në thonë për profile. Kështu që, në bazë analizave, në bazë dokumentacionit të dorëzuar, në bazë komisionit të cilët ka bërë pranimin të testeve dhe kontrollimin e testeve, edhe në bazë intervjues në punë që kënë marrë, në bazë përvojës, ne kemi vendosur ata të cilët janë në listë për pranim. Kështu që, mbi 80% e të punësuarve me kontratë në Spitalin Klinik të Tetovës janë të kyçur në atë listën e pranimit. Lista më e vogël është, do të thonë që i kemi me numra të gjithë, është një numër shumë i vogël, gjë që ju e thatë e ndëgjova presin tuaj, që ju nuk e di a keni qenë, mund të thirrni kishte disa tjera që i kum pa, që unë e kam thënë në pres para juve në mbledhje që gjithë nuk mund të përfshihen shkaku profilit. Kemi rast, me thonë në disa profile, duke filluar të profili për akusheri. Numër që pranohet në profil është vetëm 1. Mirë po, konkurrentët janë 12, cilin të pranojmë. Edhe ajo që është e pranuar me profilin në akusheri është 10 vite me kontratë. E hekim atë. Do ju vendojmë, supozojmë se ju jeni akusheri. Do ju vendojmë juve, dhe na dalë edhe ajo në protest. Apo? Është shumë e vërtetë. Me thonë 1 duhet pranohet. Edhe ajo që është pranuar me kontratë. Në thonë, mbi 80% ne e kena numrin që janë me kontratë në bazë matematikave tona, në bazë profileve tona që e kena shikuar. Numër tjetër që ka ardhur është vlerësu testimi dhe është vlerësu intervista në bazë përvojës. Kështu që unë mendoj se është një arritje shumë e madhe për Spitalin Klinik të Tetovës në bazë më shumë se 10 viteve, i numër shumë i madh të pranohen në spital që është 129, që të nesër të hapet edhe pjesa administrative me 26. Është drejta juaj demokratike për protest, unë e respektoj shumë, do jem për mbajtjen tuaj. Unë kam t'i them njerë fjalët e mia dhe do përgjigjem dhe pyetjet tuaja pa problem. Kemi bërë kërkesën ashtu si kam thënë. Numri shkaku i profileve, do të thonë nuk ka mund që të jetë gjithë përfshirësin që jeni me kontratë. Shkaku profileve. Se është profile, do të thonë kemi në akusheri, kemi për fizioterapeut, do të thonë në laboratori. Laboratori ne kemi një numër shumë të madh që janë me kontratë, po në laboratori pranohen 11 më duket. Okej. Çashtu psikolog është me kontratë, persona që janë me kontratë. Ta thirrim është këtu psikologja, që është me kontratë. Që këtu është ta thirrim. Unë jam që ata thirrim është këtu. Unë mendoj se punoj me fakte këtu. E keni po ju. Da, iza për mesin. Vaka është. Znači vaka. Jo, nuk është, do të thonë këto janë pozita të ndryshme që ndahen në psikiatrët. Vetëm pak, në cilin repartin e psikiatrisë janë. Në psikiatri kemi psikolog në ginekologji, apo? Apo, të lutem. Nëse diskutojmë. Në ginekologji ka qenë. Edhe këtu ka qenë, në administratë është marrë, edhe në ginekologji. Po. Tani është me kontratë psikologe. Besojmë se është me kontratë me psikologe. Ka qenë në ginekologji, edhe atje ka bërë eksperiencë, është. Nuk diskutohet. Така, може ли да завършим ова и после тоа и да завършиме. И за прашањето нема проблем. Кështu që edhe në mbledhjen kur ishim në një thash, më thonë që një numër më i madh do përfshihen. Do merret, po do kesh edhe një numër që nuk mund t'i pranojmë shkaku profileve, që na ngelen. Po, që është e keqja, unë thojza, nuk e kam kërkuar këtë konkurs tonë të jetë se konkursi është kërkuar për më para. Konkursi është i hapur për të gjithë. Nuk ka qenë konkurs i mbretshëm që të mund të jetë konkurs intern dhe të pranojë ju të gjithë. Tani të drejtën ekskluzive e kanë të gjithë të konkurrojnë.
Pjesa demokratike nuk mund të janë shkallë me ato të tjera të jashtë. Unë jam mendoj se shumë dakord. Tani, pjesa tjetër, gjatë kohës, unë kam kërku me çdo kusht që konkurs për plan për 2026, që e kam të miratum pozitiv nga ana e Ministrisë së Shëndetësisë, që zotrohem se me çdo kusht maksimumin do e bëj që të realizoj atë konkursin. Si u zotrova për këtë konkursin dhe e realizoj. E kam planin që këtu e kam edhe, domethënë, gjithsej janë 133 për vitin 2026, që kam marrë kam pozitiv nga ana e Ministrisë së Shëndetësisë për falni pakës, çka është dokumenti që është pozitiv nga ana e administratës, Ministrisë së Administratës. Kjo është profile, domethënë çfarë është shkruajmë profile. Edhe atë 31 kam kërku, kom shku në atë aspektin se çka ka nevojë spitali. Nuk kom shku në atë aspektin se çka ju duhet dikujt personalisht. Kështu që mendoj 31 kam kërku për plan që e kam marrë pozitiv. Stomatolog 1, motra 61, pastruese 30 dhe ndihmës motre 11. Është numri i përgjithshëm 133 për vitin 2026, që e kam marrë pozitiv. Më thonë normal, do shkojmë me procedura tjera që duhet që unë në këtë pjesë, nëse arrim ta çhapim edhe atë konkursin tjetër, unë ju çka keni ngel ju garantoj se do ju marr. A marrim garanca nga ana? Nëse e hapi unë konkursin, domethënë shkojmë procedurat ligjore, mbas ligjit, çdo gjë të shkojmë nëpërmjet ligjit. Kam dëshirën që të jem i pastër me ligjin. Çdo gjë të shkojmë procedurat ligjore. Hapet konkursi, ju garantojmë se ju çka keni ngel me kontratë ju marrim. Po, është një numër shumë i vogël, që kanë ngel domethënë me kontratë që keni qenë, edhe keni ngel jashtë. Po, është problemi i profileve, nuk kemi pat. Mu vjen shumë mirë se e pashën nëpër media diku kishin shkruajtur se është marr pjesën e kanë shtyp pjesën politike këtu. Vjen mirë se kanë thënë se opozita kanë hi. Domethënë se jemi shumë transparentë se s'kemi shkuar në atë pjesën politike, kush të pranohet. Domethënë kemi shku për çdo kushi në çdo aspekt, në bazë të testit, komisioni që e ka vërtetuar numrin e testeve dhe në fund intervju. Përvoja se e pamë nuk ish marrë parasysh as pak. Jo, është marrë parasysh. As pak nuk është marrë parasysh, unë kam bazbete të gjithë edukimet e mia. Rreti ke ardhur këtu në përfaqësuesi i mediave apo përfaqësuesi vetes? Se ne kuptoj. Jo, personalisht tash në planin e personalisht ke të drejtë ankese. Që shkon në shkallën e dytë, edhe verifikohet çdo punë, vinë institucionet shtetërore këtu, i kontrollojnë dokumentacionin, nëse jeni të drejtë, atëherë rregullohet çdo gjë. A nëse jeni si përfaqësues i grupit të ndryshëm. Po personalisht. Dale më gjithë të me dhe në të vratit.